حي على الفلاح. Selam aleikum të nderuar dëgjues, ju përshëndesim gjithë juve që jeni pranë valeve të radios Kosova e Lirë dhe që po na ndjekni nëpërmjet valeve 94.2 FM. Takohemi sërish me edicionin më të ri të emisionit edukativo fetar, i cili transmetohet çdo të martë. Me neve në studio profesor doktor Shefqet Krasniqi, imam dhe ligjërues këtu në Prishtinë. Selam aleikum profesor. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Edhe sonte do të fillojmë me njëherë me telefonatat e juaja në 038 249 237, që tani do të qëndroj i hapur në mënyrë që ju t'i drejtoni direkt pyetjet për profesorin. Gjithashtu vazhdoni të na shkruani edhe nëpërmjet SMS-it në 044 156614, si dhe nëpërmjet internetit në adresat elektronike te@njohimtevërtetën@hotmail.com dhe nëpërmjet rrjetit social Facebook të përfitojmë nga hoxha i nderuar Dr. Shefqet Krasniqi. Meqense ne kemi shumë pyetje, pra që tani telefoni qëndron i hapur 038 249 237 dhe ju mund të telefononi më njëherë që t'i parashtroni pyetjet e juaja. Profesor, përderisa të kemi dëgjues në linjën direkte, do të provojmë të marrim ndonjë pyetje të cilat na vinë nëpërmjet SMS-it apo edhe nëpërmjet internetit, në mënyrë që t'ju japim pak më tepër hapësirë dëgjuesve tonë. Thotë një dëgjuese e ka dërguar në fakt një pyetje një dëgjuese nëpërmjet SMS-it, thotë profesor, thotë a lejohet në raste fëmiu thotë nuk kupton nga fjalët dhe nuk i respekton të tjerët në një farë mënyrë që të përdorim pak a shumë thotë edhe forcë ndaj tij që të arrijim atë në mënyrë që ai të kuptojë dhe të respektojë të tjerët. Kjo është pyetja e parë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderojmë të madhin Allah azza wa jalla, dhim salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi salatu wassalam i ka quajtur fëmijët feladhatul akbad, ne themi loqka zemrës, arab nuk e përdorin kështu, janë sa një shtrejt, dhe janë që ka quajtur i madhi Allah në Koran zinetul hajatit dunja, janë bukuri, janë zinet, janë knatësi e kësaj dunjaje. E Allah i madhruar na i ka dhënë fëmijët sahish të vërtet për më kënaqsh me ta, por në anën tjetër janë edhe sprov. Sprov në kontekstin e përgjegjësisë që kemi ndaj tyre, sepse Allahu na ka mësua dhe na ka paralajmëruar me Kur'an se do të pyetemi për ta, për fëmijët, për pasardhësit tonë, që shemi sjell ndaj tyre. Pra, edukata, kultura, imani, besimi në Allahun, janë gjëra për të cilat gjithsesi do të pyetet muslimani, do të pyetet prindi se si është sjellur ndaj fëmijëve dhe a ja ka dhënë hakun ajo. Është për çudi shumë njerëz interesohen për fëmijët e tyre për dunja, 24 orë bën Allah për dunja. Dhe ai tep ders, nasihat, se si kujdeset për fëmijët e vete, se si fëmija vetë ja ka mësu ka që gjuhë të huja, se si fëmiju i vetë din këtë, dhe t'i vesh në halëshën nga nëseri. Ose, ndëgjën dikën për tyre duke thonë, për 7.000 për jetojmë, për 7.000 për punojmë, shpresin e kem të ta, edhe këta që nga nëseri, që ka thot? Kë nuk e di që ka thot? Njeriu nuk jetën për fëmijë, po jetën për Allah. Dhe punën e dunjas që ja rregullon të fëmijëve sa në mirë nuk diskutohet. Se neve na ka porosit Allahu dhe na ka porosit pejgamberi alayhi salatu wassalam që me punu për fëmijë, me avlane i darë fëmijëve edhe masi të vdesim. Por mirë të nëse nuk i lënë darë fëmijëve, a vdesin uni? Po nëse vdes të krejt dhe fëmija mbesin jetim, me vdesin uni? Nuk vdesin. Të po kujdesesh për dunjan e tyne. E pse ku është kujdesi për dinin e tyre? Për edukatën e tyre fetare? Pak flasim ne me zvete dhe pak flasim me fëmijët e tonë, pak punojnë me ta për edukatën fetare. Që shbohet e pun fëmiju është rrit,
7 vjet nuk është i vogël, ai ka bërë 14, i ka bërë 21. Dhe nuk din që nuk bën me hangër me dorë të majt. Një pjesë e edukatës shumë e vogël, por ka rëndësi sepse ti me njerëz ballafaqohesh, me ta rën, me ta të shohë njerëz të hangër të pi. Ose Allah ju nderoft, e ndi nuk ka marrë. Shkojnë dhe urinojnë në kam, burrat 40 vjet 50. Ku ka pas babën ai? Një edukat pak kohë do të kishte marrë, nuk ka nevojë fakultet me kryes, nuk ka nevojë me muj, por një këshill të vogël fëmijut, se si me shku në banjo, se si me hongër, si me pi, se si mu sjell me njerëz. Dhe kështu më radhë edukata pjesë pak nga pak plotësohet. Natyrisht nuk ka të përkryer, sa as prindi nuk është i përkryer, por edukatën që ka vetë që ka marrë pe prindit, me dhon djalit, bile, ato që i ka mangu, mos t'i ketë mangu djali, le t'jetë më e mirë se sa që jam unë, në ata që ka mundësi. Pra, ne ke përgjithësi ndaj fëmijëve, përgjithësi të shumta në edukim ndaj tyre. Nga një herë, mos të bëj këtë temë në veti, ani pse ja vlen gjithsesi. Nga një herë pas shat madhin Allah, edhe mja dhon ka një shtak të mirë, vetë që e knaq, ama e knaq krejt. Për ata, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, dhe mana men këtë hadith, Allahu e mshiroft atë njeri në klapa, zotin e shtëpis, i cili e len shtagën virë që në altë muri, ose mirë mën, qëre ta bën me gisht, qëre. Dhe me te, i edukon familjen e ti, edukon familjen e tina. Ato ndoshta, kur nuk e përdor, por letrën aja të. Letrën. Po. Ndosht jetë fëmiu i hastretit, ndosht jetë fëmiu ma 7 qikave. Ta në qka në kohë ma 7 qika? Më tranuaja? Është vërtet se sot, i kushtohet fëmijëve rëndësi më shumë se sa më herët para luftës të zamë. E më herët. Por në anën tjetër, edhe ka dopsi më shumë sa që ka pas më herët, apo ka lëshime. Për shembull, sot rrallë kun, mundesh me shku me nejt, e me bo muhabet rahat, qetë, muhabet burrav, për 2 seneve, në një për i grave jenë nëzër, se që të integruja, jo hengruja vetë aty. O je morë bëllah me burre, se morë me gra, me desh me gra, lypi ku ka grab, do me nejt me gra. Nën 2 për fëmijëve. Për fëmijëve. Dhe shef që ai shokët, mikët, nuk ka punu me fëmijë. Fëmiju kur tullet me hanguar buk, mas fare dhe të me dhane e fëmiju tani ty, sepse ja vjen ja mërë dhe mësafirit. Tanë kohën të najti me mësafirin tëndë, tanë kohën të najti me një koqirin tëndë, të se mësafir, a i nuk ka kohë me bëllah me ty të marrë me fëmi. Ti më në është me bëllah dikun me te, a e ka lëshua që kompjuterin, e ka lëshua në e farlojne, ka lëshua televizuel, e shëzanin, edhe nuk dënë me një që pëngë, se s'ka tru me menu që të pëngën ty. A diku të qëtë kja, këtë shtrem për toke. Kjo të ndash t'je profesor, ndash t'je doktor, ndash t'je si kërkushi. Ti je i dështuar në edukimin e fëmijëve tu. Ona që të kuptova. Nuk më dash të kohë ma shumë, me 5 minuta dhe që pina një kafe në shpitan në kuptova, se ti je i dështuar. Ose fëmiju nuk dënë me një për babën, jep një mojët gishta që të jo se s'flet hiq për ta, se baba 5 herë thët fëmijut, që bira bina do uj, që bina do buk, ose diqka, 5 herë dhe të me thonë një herë, ajo është i dështuar. E Islami është dini mesëm, është din që ka arë për fëmi, për pleq, për tri, për gra, për burra. Po, natyrisht, pejgamberi ka ndalu alayhi salatu wassalam me rreth tyre se me i lëndue, jo, por me i tut ka pak, qëllimi është me tut, se fëmiju më shumë anë tuta se sa dhimta që i dhem. Tuta, e friksan. Allahu na bëf për atyne që i dalin hakësh fëmijëve, po. Sa duket e kemi dëgjuesin e parë, do të provojmë të lidhemi, në qoftë se është alo, apo na dëgjon?
Të përshëndes Hoxhën edhe kam një pyetje të them. Po, faleminderit urdhra. Na pinina shumë të tratojnë muslimanët se po thonë nuk e kam obligim në këshirë vjerrim. Kisha më bon pyetje Hoxhë se a e ka obligim gruaja e jam me respektu prindët e mi në Islam. Në fakt, dy pyetje kanë këto. Faleminderit shumë. Çdo të mirë për juve, profesor, sepse me i kqyrë dhe me i respektu janë dy gjana. Po ne kemi spjegu këto, kemi thonë sa herë, sa që është rrito, bëjë madhe, bëm, është kapelset. Është hiperbolizu, është egzageru, është kemë mesele, thua se kam pru diçka të re në dinin e Zotit. Në realitet s'kam pru dinë Zotit kur gjë të re. Stakfirullah, me sjell diçka të re në dinin Allahut Azza wa Jall. Hasha Zotit më se dhash, me sjell të re, por më mundue, me komentue, me spjegue, çata që kemi lexuar, që kena marrë vesh, që ka thonë Allahu pejgamberit i dhe që ne kanë komentuar, ne kanë spjeguar dhe ne kanë definuar për libra ulemaja tonë të vjetër të cilët kanë pasur diapazon jashtë zakonisht të gjanë. Ata në mësusat tonë, ata në krahtë tonë që ne me ta fletërojmë, për ndryshe ne nuk kemi krah. Ne sa herë kemi thonë dhe do ta përsërisim deri në kiamet. Mos e obligot dikon me diçka që s'e ka obligu Zoti. A më rëvesh. Mos e obligo kërkon me diçka që s'e ka obligu Zoti o vëlla. Mos e obligo. Me obligu dhe me thonë ja bo vajib. Ja bo vajib dhe me thonë në selen e ka haram o gjënaqar. E Allah i madhruar ty të ka bo obligim i kështë nanën e babën e familjen më kujdes. Gruja jote nuk ja ka bo Zoti në Kur'an vajib, farz. As nuk ja ka bo pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në hadith vajib, obligim. Grustanë me të këqyrë vjehrine, printe tu. Kur thush vajib, dhe me thonë nëse nuk këqyrë hinë gjuna, e jo pasha Zotin ja. E ta pyetja tjetër që po thotë kjo motra. Pyetja tjetër që ti bone dy, pyetja dhe nën pyetje. A do të më këqyrë, është mesele tjetër. A është mesele tjetër, sepse unë po të pës ty, edhe bashkë ty me gruan tane, nëse te ki një kojshi, në gjithë që të tonë, dëja e kemi kojshi, mësë në lojë Zoti pa kojshi. Dhe s'kan djem, s'kan vajza, apo vajza kanë fest huja, në shku në Amerika, në Australia, në hub krejt, në fakt vet, kanë met dy pleq, të ledht, apo kanë met një plak, apo një plak, se më rëndësi, kërësoria, o met një vjetër, që ka nevoj me fjashli me këqyrë. Për e zatë Zotit, a nuk është marrë për ty, këshia e të plaka, nuk ka kush ja fshin shpin, nuk ka kush ja këthen një troh buk, mos me shku ti, në herën ditje 5 minuta 10, mas pare nuk ka marrë, në ndë, a nuk është karakter, a nuk është kultur, po i motër, edhe i huj me kanë, edhe në fund mahallës me kanë, po, e lemo, kur është në shpitane, e lemo kur është njeri më i afër mi burrit tanë. Sepse njeri më i afër mi burrit tanë është nana dhe baba. Dhe ti, për me afru burrin më nga xheneti, do të mjarujt lidhjet e burrit tanë me prindët tu. Ti je shumë që ndikon faktor te për më rëndësi gruaja. Për atë arsye, krejt nana, çka ti nish, që në kohën djelt vetë thojnë, ja, se e mor grun, më hupi djali. Dhe më thonë në kohët nuse. Pse? Ajo është motori kryesor, që e lunë rolin kryesor, në lidhjet në raportet e djalit me prind mësë martot është gruja. Gruja e mirë, arrin, jo vetë me rujtat harmoni që ka qenë më heret, por me shtu hala ma shumë. Dikun me qefe, dikun të bësabër si me zërë, dikun të përbit diqka, dikun ka pak të i fole, hajt kalon. Aje dënë që se ka bërq, por është kultur, o vëlla, karakter. Jo një insan, po hajvan, për i zetë zotë me ka në hajvan që atje, qeni është Allah të ndëroft,
ty dhe mu dhe ta ndëgjues bekum, a nuk është kultur që e nusja jo të me shkumja qitë një që nëse është fund të borët dhe kone kanë lidhë që atje, po ta shë ka lidhë vjerë që kam i bane, a nuk është kultur me shkumja qitë dhe buk me hamur në herën ditje, a nuk është karakter, a nuk është sevap, pra do shmi dallu senet, kur është vajib obligim dhe kur është karakter dhe ftyrë dhe njerëzi. E një muslimën nuk jetojnë veç për farz, po ne jetojna edhe për ftyrë, edhe për karakter, edhe për sevap, edhe për punë humane. Për humana, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, imani është 70 esapjes. El imanu bid'un wa sab'una shu'batan, 70 esapjes. Dhe ka shkruar një imam Bayhaqi, një hoxh i madh, Allahu e pas mëshirue, një libër 10 vëllime. Se cilën pjesë e ka marrë mas pari la ilaha illallah, se pejgamberi ka thënë a'laha la ilaha illallah, shtylla kryesore e imanit. Dhe ja ka nis la ilaha illallah, ka fol për te. O adnaha imatatul adhanit tariq. Dhe me ulta pjesë e imanit me largue një therr për rrugë, një pengesë për rrugë, një dru për rrugë, një guri për rrugë, se mërthu dikush i vërzohet me bicikleta në kama me kerra diçka. Pjesë e tash bie pyetja, çka ka të bëj largimi i një guri me iman me hiun në xhenet? Ka të bëj, sepse me qatë guri të nëzend vogël, por me qatë guri ka mundësi vrahet dikush e thënë kamën, ka mundësi është për gute, është përthehet guma, e hargjohet pare, vanohet, bëhet një kalablak dëm. Te me pak sen, për mi bo mirë muslimanëve, mi bo mirë qytetarëve, nga ana humanizm, e largove qatë pengesë nga rruga, për mi avlecue njerëzve qarkullimin, e kështu me radhë. Pra ne muslimant nuk jetojna vetëm për farze. Farzet janë nuk ke qare funit, të s'ki qare baba e ti trent me kanë, të të me këqyrë. I trent, i qmendon me kanë, edhe me kryqen bal, e me qenë ateist, e me qenë pagan, e me qenë i qmendon, e me qysht jetë le tjetë, e ki ta ka obligu zotin me këqyrë babën. Se meselja farz, por ne jetojmë edhe për punë vullnetare tjera. Kështu që kuptani këtë sen Allah në gjenet i qoftë, e më së halitni, më lejene që i them kështu, e me thonë, s'ma ka bëjë zoti bërç me të këshyrën e tyje, qa për thuej. Kërkush pas që ta ka bëjë zoti bërç ty me këshyrë vjerrin, por është ftyrë dhe karakter, kur që është me pi do uj për veti, me thonë edhe vjerës do uj, so se vap, pas ta e fiton simpatin e burrite, e dashurin e burrite, sa do gruja, sa do me pas gjestet liga, s'pa thëm të këqia, nëse din më sjell mirë me prind burrit, kur dëna e nëzan burrin tap thot një me, e që shem sjellën të e prinderve tu, e sa kanë hongër prindet tu pe me je buk, e ma ka një zanin do njëherë sa i kom duru, sa kom bësaber e tjere, dhe s'ka qare burrit pa thonë, sa hi është e vërtet, se ka hek me prindemi, ka bësaber dhe prinderve të mi, në ka kam pas gale për prindemi kur, a kam shkun puna, a kam shkun shkolla, a kam shkun luft, a kam shkun ushtëri, a kam shkun biznes, në fund dënjas e tjere. Që kjo gru e mire, la ilaha illallah. Po. Këtja kemi dëgjuesin tjetër, alo? Alo? Me siguri ka ik 038 249 që ndroni hapur dhe dërësat kemi dëgjuesin e radhës, të ndëruar dëgjues do t'ju lajmërojmë se tashme me llogaritjen verore të kohës, nga java që vjen emisioni jon do të transmetohet nga ora 21:30 deri në orën 23, pra deri në të martë, nga e martja, në fakt e martja ardhshme, ne do të startojmë nga ora 21:30 deri në orën 23, gjithashtu edhe emisioni së premtes transmetohet nga ora 21:30 deri në orën 23, ndërka që emisionet e mëngjesit në besin ashtu si shkanë qenë. E ndërkohë ne e kemi dëgjuesin e radhës, ne do të bëjmë edhe disa herë lajmërimin rreth kësaj në mënyrë që dëgjuesit që vinë më vonë ta kuptojnë. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam, urdhrani. Kisha një pyetje për hoxhën? Po, urdhra. Ne kur i kemi mësuar duat, i kemi mësuar domethënë me shkronjën latine. Dhe nuk mëna mi shpreh, do të thonë sipas Kuranit, sipas ne kemi 3 herë, nuk mëna mi shpreh ashtu. Po pranohet namazet që kena mësuar në libra. Mirë, pyetja është e qartë, faleminderit shumë. Allah që problem. Çdo të mirë për juve. Po. Ndoshta është problemi i shumicës, profesor, kjo. Po, për ata që të thonë kjo është pyetje me vend shumë, dhe se thatë kjo është problemi shumicës dërmuese të popullit ton, dhe kjo është prej dobësive tona
si popull përgjithësi që jemi largu shumë prej Kuranit, Allahu na fal. Natyrisht një hisë të madhe të fajit, mos fajin kryesore, ka komunizmi, Allahu mallkoft komunizmin dhe themelues të komunizmit dhe atyne që kanë përhap komunizmin, i mallkoft Allahu ka dhe elhamdulillah ka mallkuj dhe u ka thi qafën deri në kiamet, të cilët në një farë mënyre na kanë largu paksa prej Kuranit, për ndryshën krejt botën shka, kemi i gjithë muslimant, pleq dhe tri të cilët lexojnë Kuran dhe bile që ato sure që i din për mensh, i din për Kuranit. Një pjesë e madhe jonja nuk i din, por me gjithate, pikspare është më rëndësi shumë që fali namaz, fal të madhit Allah Azza wa Jall, me qatë takat që e ka se Allahu nuk ngarkan që asë më në ban, la yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha, Zoti nuk ngarkan ma shumë se sa që më në ban. Dhe ne kemi thonë ma shumë se një herë këtë vend, sepse për ata të cilët nuk i din as një dovë, nuk e din as Fatiha, dënë më falë, kemi thonë Zoti nuk ngarkan ma shumë se sa që më në ban, se sa që ki takat, me qatë takat që ki të regoj Zoti se në po du më falë. Pra, te nuk din arabisht me lexu në gjuhën shqipe që ato që i din. Mirë po, pyetje tjetër, a thua mjafton me kaq, apo dohet me bo përpjekje me përmirësua shqiptimin e që aty në sureve që i din përmensh. Jo, nuk bën me mjaftu me to, por dohet me përmirësu, me vazhdu me përmirësu, veç anti që a jeni tri, se do plet 70 vjetë 90, ku me përmirësua në rati. Për këta trit, se kur ti që bën e pyetje dhe të tjerë, dohet me përmirësu. Ose dohet me shku me lexu Kur'an te hoxha me mësu, ose minimumi me shku me thonë hoxha sa dikuj që din ma mirë me shqiptue, unë për të shqiptoj, po të them doft për mensh, e ti ma të rejk vërejtje ku nuk e ka mirë, deri sa ta thë mirë. Po nuk ka marrë e po. Kemi dëgjuesin tjetër, alo? Selam aleikum. Aleikum selam, urdhroni. I kam dy pyetje për profesorin, nëse që me lejoni t'ja vej. Po, urdhra. Pyetja por është gjëna nona me rrej fëmijën për me eduku për me pas respekt ndaj të mvajve, edhe për me eduku për gjëra fetare. Se unë kur të folna, mësoj qikën që me mora vdes, edhe mësoj që më fol. Që folna unë edhe aja, po aja faktikisht kishtë të Bismillahirrahmanirrahim edhe loj lalba. Kurse tash ja ku mësu, kullu vallan e shahadetin, qika e ko 4 vjetë. Edhe ku ta marr Kur'anin me lexu, aja e merr Kur'anin në dorë edhe thot Bismillahirrahmanirrahim edhe loj lalba. Gjithashtu edhe merr edhe të speti fet. Kurse pyetja tjetër është Allah se sprovon me smundje. A është që më sprovu me smundje ndryshme, vetë që dëshiron të mbani sane, apo është që më pasru me katën njeriu? Ti me siguri pyetjen e parë ke dërgu edhe me SMS? Po, suma një mujdit rregullisht për Po, vetëm se ka qenë pyetja e parë, jotja që kemi lexuar sonte, po nuk na pas ke dëgju për fillimit. Për fëmijë që kum Po, ishte e para që u përgjigj profesori se e lexumna. Po sido që tjetë do ta merrni shkurtimisht përgjigjen. Fillim të emisionit është përgjigj profesori. Megjithatë natën e mirë. Faleminderit shumë. Po ne përgjigjem tham po se fëmin, ama jo 4 vjet. Ja, 4 fëmijë është i vogël. Fëmin shtagën me përdor ka pak, s'paki me lanë nalt, ku të rritet pak ma shumë. Nuk rreth fëmija 4 vjet për namaz. Ja, për namaz 4 vjet ja jeshën, ja zbukuran, ja mësaj najdove, për serit me ty e tjere, ndërsa me rrejo. Qa ke mëselja tjetër ke për punën e pyetja tjetër e motrës. Për sprovat, thot as sprova. Apo a jenë për apo veç që pa ka qef, apo për me të spastru. Të dyjat motër, sprova ka hajrë. Hajrë ka, por me kush që ti me dhanë sprovën. Me kalun që sprovën, me dhanë që atë provim. Ti përmene smundjen. Allah i madhruar i sprovën rëpët e vetë. Mundet me sprovu jo për mja falë gjunohet, por thjesht për me ngritë shkallët naltë. Sepse Allah i madhruar ta ka pregadit një vend gjenet shumë të mirë, por ti zajfje, takletje nuk e mëritën që atë vend hale, dohet me punu edhe pak. Sikurse profesorat që për shembull i cili dën me ta dhënë vetëshe, po ty s'pat kallëzën që ta ka bëgat me ta dhënë vetëshe, edhe të të pyet, kur e pyetje të rëndëmta me të studentë të tjerë, ta shton edhe një matran ty.
Sa që për fillim të vjen ndoshta nati pse po të pyet diçka marrën se tjerë. Para e ka një synim se ta ka përgatit një vend të lartë atje e po don me dallu pe të tjerëve. Po don që ti me kontribu më shumë, me bu më shumë punë. Pra, me smundje njeriu ngritet shumë të Zotin drejtë, po dhe sprova tjera. Edhe sprova tjera, po ti përmend smundjen. Edhe sprova tjera ngritet shumë njeriu te Allahu Azza wa Jall. Zatën për ata dhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu më së shumë të sprovon pejgamber të vet. E pejgambert nuk kanë gjënohë motër. Pastaj sprovon ata të cilët vinë mas pejgamberëve në drejtë në shkallë. Pastaj ata të cilët vinë mas tyre në shkallë e kështu me radhë el amthalu fal amthal. Radhë deri të vinë çiftat të tonë dhe ma tulse ne çështo. Dhe yubtala rajulu ala qadri dinihi, sprovohet njeriu sipas dinit vet, sipas imanit, sipas forcës që e ka për me përballue. Pra ngrit Zoti, për në anën tjetër, sprova mund të jetë edhe spastrim për gjunaheve, po për atë arsye ne, është edhe me hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur të kesh me vizitu një smut, çka i thua? I thua spastrim inshallah. Çka do të thonë kjo? Spastrim për gjunaheve inshallah. Dhe e thot amin inshallah Zot. Pra insani, muslimani, parimisht shpreson që me spastrohet prej gjunaheve. Po. Kemi dëgjuesin e radhës, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Një pyetje për profesorin. Po, urdhra. Një koment shkurt për Ulsin për kritikimin e ashtër këtë revolucionit në Siri. Profesor, është e qartë? Po, e qartë është që Mirë. Mirë, nëse nuk keni diçka tjetër, ju përshëndesim. Allahu të ruaj ty dhe tonë muslimant, nuk kam qef. Edhe ju paka shumë që për cili mu se shpesh do të ma ditë tabiatin tem. Një për tyne për emna më së mpët një kur. As du në telefon, as në radio, as televizion, as në internet. Tha filan hoqja qështu, e qa pëthuti qështu. Nuk kam qef. Që të mërmenja për filan hoqjen, e filan njeriun, filan djentarin, nuk kam qef më mpyt. Nuk du të para gjëkoj, ndaj askujt, me mjaftojnë gjënahet e mija, edhe punët e tjera që kam më marrë me to. Naturisht Ulsin nuk është hoqë, mos të mendojnë të tjertë, por është doktor i historisë. Dhe një intelektual shumë i zoti dhe i shkaft, dhe mendje preht dhe guximtar, që është tepër më rëndësi, e që ke fundit i mungon shumë intelektualve shqiptar, si në Shqipëri, në Kosovë dhe në Macedoni. I mungon guximi njerëzve. Jo e pat para 2-3 dite, dul një intelektual i Macedonisë atje, edhe me gojt vet e thët, se Islami ka shpëtuar shqiptarët nga asimilimi, një kritik të vogël jep kisha katolike dhe disa gazeta për gazetar, me një heri dridhen kam që duket e tu të thët ma kanë keqin të repërtu. Allahu të zëft, të vëtu të shë? Pa më mërë, ti në reqë, pëse me prishtash? Pëse me prish, për te ke thonë? Edhe që ashtu është? Nuk ka në ryshe. Islami ka shpëtu këtë popull. është normale që këta nuk javë ka në kishës katolike. Ne dim, mu së mjetë hatëri? Si fije së mjetë hatëri. Ja, dhe nuk ka zemër gjanë. Natyrisht. Që së mjetë hatër, kërë më thëtë e mu se pejga Muhammedi nuk ka pejgamer. Së një di që e me besu që pejgamer, a i thëtë la ilaha illallah. Jo. Unë vje keq pëse është në gjendja i nuk është në fetë tonë me shku në gjenet. Bashkë me mu. Por për ndryshe, dhe t'jemi gjanë. Këto është e toleranca e islamit. A i mund të mendoj. Por realiteti është realitet. Haki është hak. Osmanlit në kanë shpëtu respektivisht islami prej asimilimit pa shatë madhen zët, as ka pështu e feja katolika, as feja ortodokse.
po të ka shpëtu Islami. Po. Dhe që ky Islam, jo vetëm për asimilimit në Serb, Slav, pe i kohës Karagjorgjit, deri te Kalabiqat, e Draževiqat, e Rankoviqat, e Miloševiqat, po në ka shpëtu gjithashtu edhe prej asimilimit në komunist, respektivisht në thojzan në Jugoslav, Brast, Fojedinstvo, Vllazërin Bashkim. E din ata që e kam përjetuar atë kohë bashkë me mu. Që ky Islam, çka hoxhallar që kanë vdekur, çka hoxhallar që kanë vdek, historianët e din mirë, e din gjallë se nuk ka nevojë për historike punë, se ka 500 vjet. Bashkë me 7 xhamat, se pe hoxhallarëve kanë dalë xhamati. E xhamati janë prindrit e rinis. Rinis viteve 60-ta, viteve 70-ta, deri në 80-tat. Kanë bë të pamundurën për mos me lan shqiptarin më martu me serb. Me serbe. Mos me lan, mos mja dhan vajzën shqiptare serbit. Mos me fol gjuhën e tyre. Mos me kriju miqësi me ta. Ata kanë ditë që është halal me kriju miqësi me ta. Ty që diju në sët. Ata kanë ditë. Edhe mja marrë shkine për gru është halal. Se të mund të duket prap dikuj në rand. Thët kë nuk ka patriot. Mu mësë pëshë patriotizm ti. Edhe sët, po edhe dje dhe par dje, o kanë halal me marrë shkine në Beogradit. Po se kanë halal mja dhonë mu e të rëntem shqat Beogradit. Por as njane se kanë leju hëgjëlart dhe plesht e vjetër. Pse? Sepse e kanë qujtë mas preventive, parandales, mas ma asimilu. Se ka qenë një metodologi apo një metod që e kanë ndjekur komunistat në krye me Beogradit, shkete Beogradit, për të asimiluar musliman të shqiptar dhe musliman të Basanac. Ja kanë arritur mbi 50% në Bosnë, ndërsa në Kosovë vetëm 1% ashta kanë arrit. Pra, ky zinxhir që 500 vjet është, që ky Islam na ka rujt pishkjeve. A i zëtë një tërheq, nuk e trim për mu, kur gjë ma shumë, veç për mu, thjesht për mendimin tim. Guxim do të me pas. Ata që e mendoj, dhe kam fakte për te, e thëm, letë kallet dyjaja. Dynjaj letë kallet, as më lind, në kanë mbrojtur, zot të ish për bleft. Në kanë sjell këtë Islam, e kanë gjallë këtë tokë me fjale la ilaha illallah, dhe në kanë rujtur prej shkëmtarëzimit, e në ka rujtur prej shkrirjes plot. Pa 100 vjet ka që largu turki, nuk ka ma shumë. Dhe 100 vjet nën pushtetin e shkaut, sa 1000 vjet me përna doket. Sa 1000 vjet, se një natë nën pushtetin e shkaut, një natë, e zez bën sa 1000 net të lumtura. Një natë e zez. E ne 100 vite, krejt zeza, se cila me zez se tjetra. Koha e kralit, o zotë jam, koha e gjandarve, la ilaha illallah, koha Rankovicit, inshallah zotë nuk e sjellë mo. Koha Rankovicit, pëtë historiant, të regon profesor Hakif Bajrami, dhe të tjertë në për librat e tyre lexon javë. Që ka Boranko? Koha Titës, kishe një lug halve e 10 helm. E deri të milush Allah i malkoft krejt ata. Po, në ka rujt kë Islam. Pra, vlaun ullë se kemi shumë guximtar.
por nuk do të thotë mja qëllu edhe i gjithë. Unë nuk e kam lexu dhe nuk kam nejt me te që sa kohë, e bashkë për këtë mesele nuk kam bisedu për ndryshe, do të kisha bisedu me te, sepse nuk bën askush të thot, nuk ka fakte minimumi që të del kunder asaj pranvere të bekuar, të mbushur me lule dhe me burra të cilet e flijojnë vetë vetën e vetë për liri, që kanë fliju burrat ton jetën e tyre në Kosovën ton, e sot lirë ne flasëm këtu midis Prishtine dhe ndëgjohëm në Washington dhe në Toronto atje dhe e Sydney e ku do qoftë tjetër vend. Dhe kuj nuk i tutëm pas Allah të azza wa jall. Kanë dirgjak njerëzë për qëtë liri. E ngjaj shumë e neve janë duke bërë edhe në Siri, edhe kanë bërë në Egjipt, dhe në Libi, edhe në Tunizi dhe kështu me radhë, dhe konsenzus njerëz të meqëm, e njerëz e paqes, musliman dhe jo musliman, e kanë kuptu se haku dhe realiteti edhe drejta është në krah të qyne revolucionarve, të popullit, të shtypur, e ju pasha zotën, ju vllaznia e mi, motrat e mia, nuk e dini, a unë e di, ju nuk e dini që kanë hjekur popullit sirian, pasha zotën, ma shumë se sa ne që kemi hjekur në kohën e komunizmit. Sepse kohën e komunizmit të kënejo vllaznia motra, nëse shku të një mik i yti, je që fryke fol që ke dashtë. Ndërsa në Siri deri para 2 vite, pasha zotën ke guzu me fol gati me njerit gjallë. Ngjaj shumë ata që ka qenë të Enveri. 3 milion shqiptarë më thënë të mu një vlatin në Shqipëri, 3 milion shpiuna në kohën e Enverit, e me kanë guzan me fol. E se besat që nuk të lemron partit të punës dhe të rasën në burg 20 vjetë kalbesh pa gjëkim, pa dal para gjyqit fare. Nëse shpëton prej përshkatimit, njëtin gjanë Siri, tepër kanë dëru ata njerëz. Guri nuk mund me dëru me përballu që kanë përballu ata njerëz, por vërtet që sot populli fjale urt popullore që shpesh më vjen men, për flas në dialektin e nanave tona, insani më i fortë se sa guri. Po. Nëse kemi dëgjuesin tjetër e mirë presim, alo? Me siguri ka ik. 038-249-237 qëndron i hapur, ku ju mund t'i drejtoni pyetjet direkt për profesorin. Profesor, për ma një pyetje nëpërmjet SMS-it, thot profesor, nëse bën, thot na tregoni diçka, thot rreth një seriali, Mashtrimi i Madh, ku flitet thot rreth Islamit dhe masonëve. A ka diçka thot vërtet aty, çka thuhet, dhe nëse po thot kush fshihet pas kësaj? A e keni të qartë rreth kësaj? Fakt kam dëgju, por kam nevojë ma shpjegu ma shumë, nuk e di, po. Mirë, atëherë pe marrim dëgjuesin tjetër. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam, urdrani. Jam një motër nga Zvicra. Po? E deshta një këshill prej hoxhës, nëse ka mundësi. Po. Urdra. E kam 3 fëmijë, 2 më falën, janë më të hoxhë, 16 vjetë dhe 10 vjetë, edhe mësojnë Kur'an. Po i madhe i ka 19 vjetë, as falët, as nuk lexon Kur'an. Mi votot ja kum mësune për kryen kont vëzhgët për mu fal. I den ato, e dishta një këshill për hoxhës se është i ungue, tash e obligova aty me nejt, është i ndëgju juve, nëse ka mundësi. Mirë, faleminderit zot, përshëndesim, çdo të mirë për juve. Amin, amin, juve gjithashtu. Edhe ty Allahu të shpërbleft. E ti rujt ata fëmijë. Ty dhe çdo nanë tjetër, ja Rabbel Alimin. E fëmiu që është ta knaqë zemrën edhe ta plasë zemrën. Fëmiu mundet me qenë njeriu që të bën më të lumtur në këtë dynja,
po dhe të njëjtën ko njeriu që ta nxin jetën mas shumë të këtë dynja. Fëmiu ta knaq shpirtin më shumë se sa burri, zakonisht po flas, po dhe fëmiu ta nxin jetën më shumë se sa burri. Fëmiu sa i madh, në veçanti për nanën, E ty Allahu trujtë i motër, që je mundu në takatin tënë dhe në mundin tënë, me i edukua ta fëmi, me mësu fjallën la ilaha illallah. E Zotit din, unë sa mirë për një vetën, kur të një motër atje në Zvicër, e tjetra në Gjermani, e tjetra në Angli, e tjetra në fund dynjas, nuk e harra në Zotin, por e ka kuptu se i ka emanet fëmit, dhe ju rrin gati fëmive, e i lidh me Allahun, i lidh me din, me Zotin, ati kofshin fal. Se feja jon, pasha Zotin, është feja me e mirë, e vetëm e pranunet e Zotit. Ju vetin e të e patje në Evropë, për çdo ditë Zotit po kthehen njerëz në Islam. Edhe ata njerëz të shkolluar, njerëz të meqëm, njerëz me pozita, njerëz me pare, po kthehen në Islam. Pi po shan zemra, pi flan shpirti, pi qetësohet në Islam. Fe e kapshën për trunin, fe që pajton natyrën njeriut, e gjon veten njeriu te, e gjon veten gruaja, burri, e gjon veten njeriu, plaku, e gjon veten ndini smuti, shnoshi, i pasur, i varfit, tonë e gjon veten Islam, la ilaha illallah, tonë e gjon veten Islam. Elhamdulillah që këna e të gati fëmive, e këtë djallit Allahu të arrujtat që të madhin, po edhe drejtoft e odhëzoft, a i pak ko ka halit, po nuk i ka hija, nuk i ka hija djallit mirë, që ka nanën dhe babën e mirë, për prindve të mirë, me la namazin o Zoti madh. Nuk i ka hija. Namaz është sani ma i shtrejti, që dohet muslimani me dhonë rëndësi më shumë. Ma i shtrejti për muslimanin. Qka dëve për tjetër më bëfsh? A më namazin më smelan për i zatë Zotit. Namazin. Se të kem namazin, qka do që i bojna e Zotë më së dha është me bo, por që njëri mërshit ka njëherë, kër e ka namazin, ka i mëtë që shpëtan. Po më nëzonë vdekja pa namaz, mirët në të mirët. E qatë kushtan, të djali mirë në fak paq, me falë 5 vaktet në ditje, ka 5 minuta, 25 minuta, anë veç farzet, fali farzet. Të në vend që më bo se bep, e me mledhe dhe 3 tjerë plët, ndjemë dhe vajza, koj shien, shkollë, ku dhe që t'jesh, mi jam mësu dinin. Tek nesët këto, sët tek ne këto në Kosovën tonë, për flasë Prishtinë për dhe vene tjera, pasha Zotin, na nuk për shkojnë për shkolla mi jam mësu fëmive fenë, se kena të lijune këtu jedini, por djemë të tonë, djemë, gjemati, 18-17 shkollët mesme, filore, bojnë davet në për shkolla. I flasin djemëve, qikave, profesorave, arsimtarve, debatojnë për fe, dhe thojnë e mora njën gjëma, i mora dën gjëma, hajde mora fal dreken, ishtin edhe tjertë, që të të më kanë, pra men që me ngri edhe tjerë në Islam, ti me lanë edhe namazin. Allahu drejtoft, e të falë, që falë namazin, Allah i të ja Rabbi. Po. Po e marim edhe një dëgjues, pastaj po bëjmë një pauzë të shkurtër. Alo? Alo? Po jeni direkt në emision Urdhra. Selamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ju një mëft. Amin ja Rabbi, tanëve. Po ta ne Po? Me ja përforcu hoxhës, jo që po duhune me konë i di shumë sa hoxhat, dëshiraj me konë, kem deken, kom është mërkullina dhe me konë. Po, këtë për Islam,
që tha ja ka po harin të trojet shqiptare në përgjithësi. Une nuk kam e lëmë shumë, jam i pashkollur kështu, ka shi ja po kom rast, për dhe kom pas rast me nejt me shumë njerëz historian, profesora, doktora shkencës, me njerëz intelektual, i të njëjtit me shkrimtar shumë të mëdhaj, njëjtin mendim, bashkë se kur Hoxha i nderum, Allah i shpërbleft me xhenet këtë Hoxhë që na i knasi zemrat. Njëjtat mendime i kanë. Edhe kështu ku më ndëgju edhe për tyne. A me një, edhe pse du Hoxhën shumë respektojnë e rej, që tu nuk mujta me pajtu kur tha shkine në gru. Shkina shkina e re dyqysh bohat në shpire shkin plak në shpire durohet. Esselamu alaikum. Aleikum selam. Allah në gjenet qëft, ja Rabbi, ty e talë muslim. Unë nuk thash me bëtur me marë, Allah në gjenet qëft. Unë veç thash që ham s'mujna me basë, si jem ka e marrën vëllahi. Am i kon marë, tash me këtyr, nashtek shumë po muslimane, la ilaha illallah. Allah i trujtë, Zotin ndërojt, faleminderit. Mirë, të ndëruar dëgjues, do të bëjmë ne një pauzë të shkurtër, rikthehemi pas pak me pjesën e dytë të fundit të emisionit. Ju qëndroni me ne. Jemi rikthyer në studio të nderuar dëgjues, do të vazhdojmë pjesën e dytë të fundit të emisionit, edhe për pak çaste do të jetë i hapur telefoni 038 249237, edhe një herë ju njoftojmë që nga java që vjen, domethënë nga martja tjetër, do të startojmë me emisionin nga ora 21:30 të martën, gjithashtu edhe të premten nga ora 21:30. Ndërkaq emisioni i mëngjesit mbetet në po të njëjtën kohë, nga ora 7, nga ora 6 deri në orën 7, më falni. Ndërsa ne ju lajmëruam, presim dëgjuesin e radhës. Alo? Alo? Po, mirë mbrëma urdhra. Selam aleikum. Aleikum selam urdhra. Desha më bëni pyetje Hoxhës. Po. A lejohet më falë mas atij imamit që nuk mund me shqiptu mirë elhamin? Mirë, faleminderit shumë. Zot mirë për juve. E që shka mundësi me kanë në mëma që nuk di me shqiptu Fatihën mirë. Që shka mundësi? Nëse e është qysht, nëse është hoxhë zyrtar me letra, kjo punë keq. Kjo punë është keq. Nëse është imam i cili del në mungesë të hoxhës, falë mastina. Sepse s'ka më të mirë. Pastaj keme shqiptu elhamin mirë apo Koranin mirë, në varet çka ke për qëllim ti, apo sa është ai gabimi tina. Sepse ne asi nuk pretendojmë se Korani është një shkencë, jo se Koran, për kom fjallë leximi i Koranit. Metodologjia, rregullat e leximit të Koranit janë një shkencë zakonisht precize dhe jo e lehtë fare. Për atë arsye, kjo nuk është vetëm të shqiptarët, por edhe në botën arabe, në Mekën, Medinën, në Kairo, në Azhar, universitetin me famë botrore, janë të dalluar ata të cilët quhen qurra, lexues të njohur të Koranit. Por nuk është kush me qenë tanë që ashtu. Por me lexu Fatihën dhe Koranin, atë sa mjafton. Po. Mirë, nuk e di, a kemi dëgjues tjetër? E mirë presim. Alo? Mirë mbrëma urdhrani. Radio Pendimi. Është Radio Kosova e Lirë, po si do të jetë ju na dëgjoni nëpërmjet Radio Pendimit, kështu që jeni në emisionin edukativo fetar. Urdhra. Selam aleikum. Aleikum selam. Jam Tre Lublonës. Po, urdhra. Desha të përshëndes këtë hoxhën Shërqit Krasniqin për një shfandim, kam ndihmuar në aeroport Lublonës këtu, kam ndihmuar tepër. Atëherë unë nuk e kam njohur se kush është ky njeri. Por vetëm desha të përshëndes tepër shumë për që më kanë ndihmuar tepër. Mirë, nëse nuk keni pyetje, ju falenderojmë shumë. Pa, jam i drejt për së drejt. Po, drejt për drejt, hoxha po ju dëgjon?
Nëse nuk keni diçka tjetër, shumë. Unë atëherë nuk e kam ditë se kush është shqeti. Por kur kom marrë në Ljubljanë e kom shoh radio pendimin, e kam dëgjuar se kush është radio pendimi. Tani kur e kom pa shoh që të krasniqen, vetë unë kom thon familjes, "O që ky njeri më ka ndihmuar, tani të pyet, të trengo o legjërata të këtij me vërtet jam shumë e kënaqur që e kum njoft këtë njeri. Jam tepër e kënaqur për çdo ligjërat, çdo sandi. Më ka hyrë në zemër. Faleminderit shumë Oxhës që më kanë ndihmuar sa atëherë unë nuk e kam ditë gjuhën serbisht. Po Slovenia më vetësin, ku po shkosh Oxha shumë u kon, atëherë ka pas me shku në Zvicër, ka pas ligjërata. Sa pa dalti prej Ljubljanës, unë tha nuk shkoj në Zvicër. Faleminderit shumë Oxha. Allah i trujt. Faleminderit shumë për telefonatën. Ne ju përshëndesim, çdo të mirë për juve. Mirë, 038 249 edhe për pak çast, ndoshta për 2 dëgjues mund t'i marrim sepse pastaj do t'i kthemi pyetjeve që vinë në formë të shkruar. Profesor, nëse nuk keni diçka. Po, aty ne pak për Kur'anin met edhe pak mongu se na kësh një dëgjues tjetër apo ke motra. Përderisa gabimi apo lëshimi që e bën në lexim të Kur'anit nuk e prish kuptimin e ajetit. Nuk e prish sepse leximi i Kur'anit mundet ta ndryshoj kuptimin e ajeteve kuranore dhe atëherë nuk po lexojmë në Kur'an, po lexojmë diçka tjetër. Kjo është problem. Ajo është mesela që do të jemi të kujdesshëm gjatë leximit të Kur'anit. Për atë arsye leximi i Kur'anit do të ndëgjohet dikujt që din tani me dal imam. Me thonë, "Qëra a jam i mirë për imam ajo." Sa përket kësaj motrës, po më kujtu tash, më duket kjo ka qenë kur kam qenë duke shkuar në Zvicër që o bo e madh atëherë në Zvicër në kongres i madh që është në Zvicër, ja kanë s'kan Milane me Krasniqin me shkuar mediat e Zvicrës se bën të madh atje. Dhe unë kam pa qenë nëpërmjet Ljubljanës dhe pashkit motrën në Sloveni atje këtë ndalen sepse kishte hinte seft atje dhe letrat ku diun pyetshin e mërfshin diçka e vetëshin i kësi din të gjuhën, unë thash sa do të minimua, kjo është motrë e jonja. Edhe s'ka pas nevojë më prezantu, se çfarë më prezantu, unë afrova thash policit, unë e di gjuhën, çka kam mundësi diçka, tregom çka kam mundësi me ndihmë motrës, dhe alhamdulillah pe Zotit, unë s'kam nimu shumë, sa e piduket, unë s'kam nimu shumë aty. Po unë vogël ka qenë ajo, natyrisht, na bërë që kena, me shërbinjani tjetër, të alhamdulillah pe Zotit, asa kena mundësi. Po kjo dul, pastaj në meta edhe pak. Po pastaj dola unë alhamdulillah pe Zotit dhe shkova, kalova mirë në Zvicër shumë më ktheva. E kjo si duket tash pas kanis inshallah dhe më fal, alhamdulillah pe Allah, inshallah Zoti e rrugë edhe familjen e saj. Ndoshta donjë kur shkojnë në Ljubljanë atje. I vizitoj apo në ziaret inshallah taala. Se Ljubljanë nuk kam qenë asnjëherë. Kemi me që kemi shokë musliman, por subhanallah Ljubljanë nuk më kanë dhënë rastin. Zagreb kam qenë, në Vjenë, në vend të krishtit e tjera, ndërsa Ljubljanë nuk kam qenë asnjëherë, por që se ka shkruar Zoti. Allah është përbleft. A kemi dëgjues? Mirë, le të jetë i fundit për sonte. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam, urdhrane. Ka dy pyetje për Hoxhën? Po, urdhra. Faleminderit. Pyetja e parë është, kur je e fejume, edhe shpejon, po pa tregu i fejumi që po të lëshon. Si duhet të zgjidhet ky problem? Sa të bëni fejun edhe herë? Është e qartë, ata marr pyetjen tjetër që fitojmë kohë. Po, urdhra për tjetrën? Nëse pa çast Hoxha i nderuar. Po çfarë? Po kry, po. Po vazhdo. Pyetja tjetër është vllazënit i kanë marrë tjashtit femnat. Njëri ka një qa, tjetri nuk ka një qa. Mirë, ato të fujat nuk po kthehen në fen ton. Ato po e përdorin mishin e derit, po e përdorin alkoolin. Sa është halal ti mbajnë ato? Edhe në qoftë është interes e sopi, po me njënën ka kriju familje, ka fëmijë. Veç ato nuk po tentojnë më kyçin në fen ton. Nuk i ikon asaj ndalumës. Edhe vllazënit ja lejojnë vetës. Neve na vjen keq, po nuk ke mundësi me ndërhy. Po qartë motër, qartë, haj me detaj. Mirë. Sa është halal me mbajt atë femën në familjen tonë. Qartë, Allah në gjennet qoftë. Amin. Ju përshëndes atë nëse isha qartë. Po, e para, kalëzën pyetjen e parë. Pyetja e parë ishte thotë, përderisa thotë një femër është e fejuar dhe domethënë prishet fejesa pa dieninë e saj, si duhet më zgjidh problemi? Domethënë e shkurozon burri pa dieninë e saj, kjo se din hiç që është shkurozu. Si zgjidhet problemi? Që zgjidhet problemi
Pikë pari nga ana juridike apo legislaturës islame, gruaja me momentin që merr vesh se është lëshuar, numërohet të lëshune. Ka mundsi gruaja lëshu para më të moti, për shembull më herët, a kanë në Gërbet, a kanë në Zvicër, a kanë ku diun, edhe ka vendosur me lëshu gruan e vet, por lajmi që ka lëshu gruan e vet nuk i ka ardhur deri mas 5 muaj dite apo mas më të moti. Ai ka lëshu që më të mot, por kjo numërohet të lëshune pe momentin që ka ardhur lajmi. Pra ti lëshu më herët, momentin që të ka ardhur lajmi se i lëshu pe burrit, ti numërohesh e lëshuar. Pastaj, nëse je vetmu me burr, nëse ke fjet me burr, ti ke edhe i detin kohëpritjen. Nëse nuk je vetmu me burr kurr, ti nuk ke kur farpune me te, qatë dhe që të vje lajmi, mund është martu nëse të prin fati o kismet me ndonjë burr tjetër. Nëse ke caktu e mehrin, nëse ke caktu mehrin, të nashtë inshallah diçka mehri, nëse ke caktu mehrin një qahen që dohet me caktu kur të bëhet kurora, dhe të nuk je vetmu me te, ja mërë gjysmen e tina. Nëse vetmu me te, ja mërë krejt nuk i len kur gjuheq. Krejt ja mërë. Je vetmu me te, ja mërë krejt. Nuk je vetmu me te, ja mërë gjysen. Nëse nuk ke caktu meher, dhe vetmu me te, ja mërë një meher të njajshëm. Nëse nuk ke caktu meher, por nuk je vetmu me te, ja mërë një shumë simbolike. Këtu janë puna e meherit, ndërsa ajo është më herët puna e idetit. Nga ana e burrnisë, nga ana e karakterit të tjerë, ajo është likështi pe burrit, natyrisht është likështi. Pse fejove pra? Pse fejove? Në herë vjen ta lyp ta bje shpirtin fët derisa t'ja jepsh. Kur t'ja jepsh tani, thot valla se di çka bë. S'pedu. E pasha zotin, veç me të hijati dajak, tjetër sen, për t'ja e morë i shkrit, t'i kryt ma qave, e mlodhe, të më qunë njerëzit që mësite që ato që këto, disa të dhash. Që ka më ndove? Po që i kem nuk është e Hazreti pejgamber, e Hazreti Aliju të Abu Bekrit. Nuk ka Fatimja, asajshja. Pas të si Aliju dhe Abu Bekrit. Harni për thes, la ilaha illallah. është likështia e punë motër. Por nga ana legislaturës apo legislative nga ana shariatit nuk mund na ndalojmë motër pasha Zotit. Çka kemi bë? Këtu janë prej s'po them belave, po ditë ku në belave në ka dërt nëse thuaj që jemi ballafaqua apo jemi duke ballafaquar kohë të fundit mos pjekuria e rinis, mos marrja me seriozitet plot, martesa punë e madhe. Gruaja Allahin nderoft edhe burrë nuk është me dal në pazar me bleni hajvane pru të shtëpia. Gruaja dhe burrë është nësani madh. Motra martu të burrë krye mesele. O krye, o bo arabi tyne, o bo antari tyne. Dhe burrë ka marrë qatë grua ka emanet mo. Martesa nuk o thjesht me thonë halë ku o bone burrë martove ku ta diun. Martesa ka përgjithësi, ka obligime, ka do të me pas sabër, dore me zemër gjarë, me kane, tjere. Ndërsa për punë e vllaznive tu që janë martu me tuja, ti në rëzohet që tha pak mërna që martu me shkina, ta që animove ti ati vlau që tha pak më herët aj. Nëse është e vërtet që martesa me ju musliman është e rand. Allahu e ka leju me Kur'an. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كثان الله ذو لهيوت يوم مرتوه ما ثامرة إثطار وتليبرة وتشايت عشان ظان مهارة يوفا اشتغل پر كريشتير ذا بريه Evropian janë krishterë dhe vllaznia tonë djemtë tonë kanë dalë për Evropë, por nuk është e preferuar ai motor. Pse? Për që ta vash për çfarë që pceketi. Sepse mund që lej fanatike. Dhe imagjinoti me ta marr mishin e derrit, me ta prun kuzhinë, e ta shqysh me hongër ti dhe onën çat to an, qysh me hongër bë kallzëm ti mu. Po qyshën e muj ha buk në çat kuzhinë, kur ai e bën mishin e derrit çatë.
Pastaj janë të ndihshëm la musliman për mishë derrit bre. Jo vetëm kaq. Por nesër pas nesër çaja grukur të bëhet non fëmijën e vet ti pagzon, ti kryqëzon, ja mëson dinin e vet. Baba në ka vakt, më marr me ta. Që ke pun ani pse që ceket i kanë interes, po interesi nuk është gjithë shka. Kështu më dhime më vllaznia tonë se nuk kanë ditë më gjindë në Evropë. Në një kanë bë marrë në moral, kanë bë marrë në vjedhe në hajni, në banda rahje, sanet këqia të liga, dhe na kanë ullë autoritetin tonë si shqiptar në Evropë, veçanti Zvicër dhe në Gjermani pastaj. Në ndë, po dhe në Shqipëri, në Itali, po në Itali të Shqipënisë, më shumë. Në ndë, ata të cilët janë martu për interes të dynjas, shumë për i tyre kanë ra. Kanë ra sepse si kanë pregadit. Nuk ka pas kulturë sa dohet islamaj. Nuk ka pregaditje. S'ka pregaditje islame. A kanë ditë vllaznia tu më falë? A kanë ditë që ka është rëndësia dinit kur kanë shku në Evropë? Sigurisht nuk kanë ditë. Po motër, nuk po edukojmë fëmin. Po është për dynja që fola në fillim nësë nga kënë dëgju, për dynja. E për din, se me qene fëmi edukun për din, edhe nëse mërë, ja kush zën. Ja kush zën. Në majta e fjallën, e manë edhe kjo vazhdon. Ma se majta e fjallën, kjo thët, men një herec. Edhe ndahen. Nërsa kur është i ligë, thët tani qka? Ka të drejta ja? Pa e ka të drejt, pa ta shëgrë jot, jo opos. Po të përzin sa hanë, po të përzin buken. E kije 9 fëmijëve nesër pas nesër. E kije zëj shtëpis tane. Allah të drejtohet të vllazni, jo i motër. Allah të drejtohet të vllazni, mas pare. Se me kam vllaznia të vëzun, në ryshe silën ata. Allah të drejtohet ata, i drejtohet edhe ato 2 gratë. Ja, Rabbi, Zotit rujtë. Profesor, për marrë një pyetje nëpërmjet internetit, është një dëgjues, thot profesor, cili është mendimi juaj, thot rreth vrasjes së dietarit Butit këtu në Siri, dhe sepse janë përhapur lajme se ka qenë një dietar musliman i cili nuk ka vrarë musliman atje. Po, është vërtet se Ramadan Buti javën e kaluar është bën një atentat ndaj tina dhe ne kam shkruar një shkrim pende se kam publikuar ndoshta sante mas radios do të publikoj e mund të gjeni në Facebook temin në krenari në vendet ndryshme, websajtat ndryshme, webfaqe dhe kam titulluar se pushtetarët i likuidojnë edhe miqtë e tyne për interesat veta. Edhe kjo që më ka shti me shkru këtë shkrim, janë 2 sene. Sene i parë ma kanë kujtu për shtetin komunist Ranković, për shtetin shkaut, i cili krejt fund, veç ta që s'kan pasë e gjellë, këti ka vranë fund të ta bashkëpunëtorët dë vetë. Pak bashkëpunëtor, shpiun, a thuj në ryshe, kanë shpetu pa i vra. Kështu e ka armiku. Kur të hargjohen kartat, të likujdon. Si të hargjohen kartat, të likujdon. Sepse si mbas gjitha gjasave, Zoti din, ata e ka vra pushteti vetë. Qaj pushtet që ka përgdhele, ka ledhetu për 50 vite. Qaj pushtet? Hargjohen kartat vretaj. Për interesat veta, familjare, partijake dhe pushtetit vetë.
se është I pa shpirt. Për me thonë njerëzve se këta në thojza terroristat nuk I mshërojnë as xhamin, nuk I kursejnë as uleman dietartë. Çka bësh shkau të na? Tek ne shkau është nxanë me fakte dhe argumente në vitet të 80-ta dhe mas 80-ta. Njerëz janë gjallë në kohë demonstratave. Shkau I thënë të vorret vet e tani ha shqiptar dajak, separatistat e redentistat shqiptar për në theni vorret. Thotë që s'kan çka bojnë shqiptarët veç me thivorët e shkive. Dhe shumë sene tjera. Deret ekzekutimi personaliteteve tyna për të shqiptarëve tonë. Zaten nuk kanë dallim se në një shkolle. Dytin socialist. Dhe ona tjetër që më ka shty me shkruat shkrim është se sa e vlen njeriu me të qenë servil, me të qenë shërbim të plot, hizmetçar e një pushteti barbar, e një pushteti anti-njerëzor dhe anti-qiellor, e një pushteti që nuk I mshëron njerëzit, e një pushteti që se tutët Zotit nuk e din Zotin hak, nuk gjykon me fjalë të Allahut. Për dietar nuk diskutohet fare se ka qenë dietar shumë I madh, I dëshmuar me ligjëratat e tij, me librat e tij të shumta, mbi 60 libra, I nivelit shumë të lartë botëror në shkencat islame, shkencët e shariatës, legislaturës. Por, subhanallah, 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 Zoti din më së miri. Unë nuk kam dëshirë të paragjykoj ndaj askujt, edhe të cek edhe më herët, sepse mu Zoti nuk më pyeti ditën e kiametit. A ka vdekë si musliman buti, a ka vdekë si shahed, a ka vdekë si tradhtar, a ka vdekë si shpion, a ka mu Zoti nuk më vetë ditën e kiametit. Për atë arsye nuk kam dëshirë të futem më thellë, por inshallah Allahu neve nuk na korrit, e nuk na pashtron, e nuk na nënçmon në këtë dynja, e as kur dalën para ti ditën e gjykimit, ja Rabbi. Po, sepse pushteti shumë herë din edhe mjë hakmar, qysh I hakmirët kundërshtarëve, I hakmirët e miqve të tij, qysh tash më herët për interesat e tij. Po. Do të kalojmë tek një pyetje tjetër që ka ardhur nëpërmjet SMS-it. Një dëgjues po pyet, thotë selam aleikum, thotë profesor, thotë a është më sevap thotë që të lutemi përderisa jemi në sejdë apo përderisa thotë e bëjmë aminin, dhe sa është vlera nëse gjatë ditës 100 herë e themi ajetul kursin? Allahu trujt, kjo shaj I mirë shumë që kalon kohën me dhikr të përkujtu Allahun. E lëme ai që e kujton Allahun shumë. E pejgamberi ka thënë sa të mos mëse leguhen më të tërë të bë dhikr Allahun. Të bë dhikr Allahun. Çfarë do formë qoftë? Dhikr të thënë la ilaha illallah, hasbunallah, la hawla wala quwwata illa billah, subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, tuknu që të dovë që I din, dhikrë kjo, bile, dhikrë është heq mas me fol, por ka një herë pëshan, dhe me sy shikon, e meditan, e këqyr njerin, shka kriju Zoti, ose malin, qilin, drojt, natyren, gjelbrimin, ujin, zjarmin, këtë kresat Zotit, të në dëshmojnë, kanë gjurë
Zgjuarët e tyre dëshmojnë se krijuesi i tyre është Allahu Tebareke wa Taala, i lartë madhëruar është Allahu Azza wa Jall. E me u lut në sejdë është më së miri ti motor. Në sejdë kur je, por mundësisht jo në farz, por në nafile. Për shembull, duke falë Yatsin, që tash jena gati për shkrim ka gjysmë e natës, dhe përfundoj me misionin, me rabdes apo qohë, ki abdes që është e falë 2 recate, 4 recate, 6 recate, ka 2, edhe në sejdë lutesh, thunë herë subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala, e pastaj e madhëran Zotin në gjuhën tane, falë ty të koshëm e Zot, ty të adhurojmë, ty të madhurojmë, ty të dojmë, për ty jetojmë, e dojmë Kur'anin ton, e dojmë pejgamberin ton, e dojmë dinin ton, e dojmë na musliman, e lutesh o Zot, na dëdhet e neve, e na mëshira neve, ama këta, largama këta, plotësama këtë dëshira Zot, për të lutem me emret e tu, për të lutem me cilësitë e tua, plotësama që të dëshirë, ose largama që të bring, ose që të smuj, lutesh që për motër, dhe për serit shumë herë, për natë, kur të mënesh, për jo vesh natën, për serit e ditën, për serit edhe në dua që tha mas namazit, e kështu me radhë. E me lëzuat të sfidohen, 100 herë, për 100 herë nuk kemë do një hadith të caktum, por kemi hadith që pejgamberi ka thonë, alayhi salatu wassalam, ai i cili e thot të sfidohen, pas çdo namazi, nuk e nal kur gjë të prej xhenetit veç vdekja. Nuk e nal kur gjë asgjë, nuk e nal prej xhenetit veç vdekja. E njënën pyet ke e hoj çu nal vdekja prej xhenetit. Po të nal vdekja muslimanët në xhenet s'an pa vdekje. Morë vesh ajo. Të dëmë hi trup në xhenet pa vdekje që me kësi për pjetë këtu hop, po s'an hen pa vdekje në xhenet. Dohet me dek e mund gjallë me në xhenet. Pra, me fjalë tjera vënë ki në xhenet. Me emrin Allahut Azza wa Jall, nëse thu pas dhe namazi. Për të arsye, ka thonë dikush për sahabe atje, jo për sahabe, për ulemave të vjetën realitet, thot, kër kam dëgjue filan hoxhen, që ma kam sukit hadith, thot, kur mo, deri sa dhe kësaj dite, nuk e kam lanë, pa thonë mas dhe namazi të spitoven. Allahu la ilahe illahu, el hayyul qayyum, لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kjo është të spidova e që pejgamberi ka thonë është ajeti më i madhë në Kur'an. A'adhamu ajetin fi kitabillah. Ajeti më i madhë në librin e Zotit është ky ajet. Ajetul Kursi, që quajmë ne të spidova. Po. Thot një dëgjuese profesor, thot unë jam muslimane edhe i fali 5 kohë namaz, por e kam një shoqë që thot që është katolike, të dielën është një festë e tyre dhe ajo më ka ftu me shku në kish, thot po kam qef apo dëshirë me shku sepse s'kam qenë asnjëherë, thot normalisht thot unë e du fen tim dhe asgjë nuk mund ma hek për qefit, por ai kam gjuna nëse shkoj me ata. Nëse në kish kanë adhurim, me siguri kanë ndonjë mesh sepse që i ka festë. Nëse kanë mesh, më ngu vllahun nuk ishe shku. Para, mrapa, po, nuk pengojnë. Por në kohën kur bëhet mesha, që kemë mundësi, e ti kemë mundësi mësë me shku, mësë shka. Në kohën kur bëhet mesha, a ma heret e ma vonë nuk ka dert. Se kemë taluna me hinë kisha. Nuk kemë talune. Por momentin kur bëhet mesha, që kemë mundësi mësë marë pjesë, me ngu vlau, nashtaj nuk të dhërëvët motra, e shoqja jote, dhe tash një pyetje ty, e ke marrë të shoqën tonë me na proneve në herë në xhamit madh me na ngulë gjërat të fsirit aty të mërkureve. Me thonë hajdonë prapë të marrë ty shkojna, e ngojmë një hoç ka flet diçka plap diçka thot ai.
në tefsir shpjegon ajete koranore që do të mërkurë në xhami të madhe mas yatsis apo mas akşamit. Apo ndonjë xhami dikon ku ka në ligjërat, në gjumon 4 lullat ose dikon. Po. Dhe pyetja e fundit për sonte, sepse jemi në 5 minutat e fundit dhe është e gjatë kjo pyetje. Selam aleikum, thot profesor, thot nusën e vllaut, thot e kemi kërku, thot ashtu siç e kemi tradit me mësit, por nuk na e kanë dhënë. Thot pastaj vllau pas një kohë thot e ka ik dhe ka marr palejen e babës së saj. Pas disa muajve thot kanë ardhur dhe e kanë bërë për hajër, mirë po jo baba e saj, ai nuk i flet dhe as nuk i vjen. Tani thot që nusja e vllaut e ka kuptu hakun ndaj prindërve, e nanën nuk e ka të gjallë, thot si duhet kjo me vepru, a duhet vazhdimisht me shku tek familja e saj dhe me insistu me i fol babës, apo në çfarë mënyre me vepru që baba me pajtu me martesën e vajzës dhe me fol me vajzën. Vajza ka bo keq. Vajza keq ka bo. Nuk ka pas nevojë me ikë, se nuk ka veç ky burr ky dynja. Por e tash ka kalu. Në ndë, ata janë ardhe kanë bo për hajrë. Edhe ata sigurisht kanë ardhe me dijen e babës, apo edhe me aprovimin e tij, me lejen e tina. Kështu që këta shkurort plot ka. Në tre, kjo gjithsesi do të më shku babës, sa më shpesh. Dhe dikush thot s'pam flet baba, faleminderit. Të zyrtari me babëna, po ka përqafe babëne, po thënë balle, dhe me bënë halale, o më fale, nësja kajt, ali femrat kajnë kalaj, që e bëna burat me desht me kajt, zdalin let, se gratë, kalaj nisin e kajnë, para babës, një herë sërë që ka ishë.Thi babës nuk dalë piktujte, shka i kërkone, ditë ma bështi halale, edhe me shtin gjëna babën, vladije, me shtin gjëna, në herë ja zbut pak zemrën, dikur të fletin, inshallah, motër, nanës e pas kjo, do të me fitu knatësin e babës, la ilaha illallah, të ka e vlad, pasha zot e vladën, e thash 2 herë për men, e vladi, të është na knat shpirtin, edhe ta kallë shpirtin, e ta shti vetë bëhësht nanë, atë ne kupton që është e vladi, po. Profesor, faleminderit shumë që ishit të sonte këtu. E të nderuar dëgjues, kishte të tëra sa i përket këtij emisioni, falenderojmë të gjithëve për vëmendjen, bashkë miru të qofshim.